Botrori është një ëndër e madhe, një mision shumë i vështirë, por të gjithë në radhët e kombëtares besojnë se mund t'ja dalin, pavarësisht se jo në kushte shumë perfekte. Ka nisur grumbullimin në drejtimin e trajnerit Silvinho për 2 ndeshjet e para të kualifikueseve të Kupës së Botës 2026, ku fillimisht do të luajmë ndaj Anglisë dhe më pas ndaj Andorrës. Për diskutuar pikërisht për këto 2 ndeshje, sot në Sport News kam të ftuar ish trajnerin e kombëtares shqiptare, Stret Hafizin. Profesor, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me mua sot. Faleminderit edhe ju. Profesor, a beson tek mrekullia? A beson se Shqipëria mund të kualifikohet për në botror, pra duke parë dhe rivalet që kemi, apo mos ndoshta në këtë pikë që ndodhemi, vendi i dytë, pra faza play-off është maksimumi që mund të arrijë? Mrekullia është një diçka e cila na pëlqen gjithëve, ose po që një ëndër. Por duhet të kthehemi te realiteti, normalisht, se kush nuk e ka qejf që ekipi jonë kombëtar të arrijë një pjesëmarrje në kampionatin botror, meqë po e quajmë se kjo është një aktivitet botror që s'kemi marrë pjesë. Kjo është e vetmja gjë. Pastaj se besojmë te kjo ëndër, po e quajmë ne, mrekulli, është diçka që e ndron gjithë popullin. Por pjesa sportive, pjesa e drejtuese, pjesa e teknike, mendon ndryshe normalisht, edhe është me këmbë tokë, duhet jetë me këmbë tokë. Ndërkohë, a është e pamundur, po themi, ti marrësh pikë Anglisë në Wembley? A beson, po themi, se kemi në një shans? Në futboll çdo gjë është e mundur. Po kjo më tepër i kërkon disa skuadra të cilat ekzistojnë si skuadër, në kuptimin e mirë të fjalës. Janë skuadra të cilat bëjnë mrekulli ngaherë në kampionate të ndryshme, në takime të ndryshme. Mrekulli, po të quajmë, ose duke referu dhe saj që e thatë më përpara, një mrekulli ishte një kualifikim i grupit i Gjeorgjisë në kampionatin evropian. Një mrekulli, po e quajmë, ishte 2004 kampion e Europës Greqia. Këta janë mrekullira. Tashi, a mund të kemi ne një mundësi, një shans? Unë mendoj që po diskutojmë bashkë. Ka disa gjëra që nuk të binin për të shkuar ku duhet. Çfarë nuk të bind? Pra, çfarë duhet të bëjë Shqipëria? Ne edhe sot e kësaj dite jemi me të njëjtën ritëm, me të njëjtën grup, me të njëjtën qasje, me të njëjtën grup drejtuesish trajner. Ne kemi nevojë për ndryshim drejtuesit trajnerësh, e cili nuk ka dhënë atë që duhet për ekipin tonë kombëtar, për të marrë atë që ka nevojë ekipi jonë kombëtar. Kush është e para? Stili lojës. Ne nuk kemi stil lojë, nëse kemi kriju akoma i stil lojë. Çdo skuadër e krijon, nëse kemi. Vazhdojmë me të njëjtin ritëm, paktën, që të rujmë pozicionet mirë, këtu mos dal me humje të thella, këtu mos mësojmë gola, të cilat ne kemi kalu këto faza, mendoj unë. Kështu që duke vazhduar me këtë ritëm prapë, që s'ka ndryshime, i bën që ne të shkojmë përsëri aty ku kemi qenë. Kjo është ajo të cilët ne mu të paktën nuk me bind mënyra e grumbullimit lojtarëve, stilit lojës që thash edhe parë, edhe gjendjes lojtarëve që akoma nuk njihen mirë lojtarët se kush janë. Kjo më lën pak dyshime. Ndërkohë, profesor, për të mbetur edhe pak fare të ndeshja me Anglinë, a mendon, po themi, se mjafton vetëm të mbrojmë 90 minuta? Do gabojmë shumë. Por ajo që ne paraqitme në Europian, me skuadrat nivelit pak a shumë të Anglisë, kështu flasëm për edhe, ne tërgum lojë mungesë dëshiret, në kuptimin e saj, për të bërë një hap më tepër në lojë, për të guxuar. Ne akoma kemi një frikës. Dhe ne që të tërgune edhe në kampionatin evropian me këtë skuadrat nivelit të Anglisë. Pra, se këtu flasim për këtë skuadra që janë edhe kampione në aktivitetet ndryshme. Kështu që kjo më duket që me lënë të shpresoj që pak do bëjmë edhe këtë ndeshje. Çdo gjë do ja lëmë rastësisht, më duket mua. Në qoftë se gabon kundërshtari, përfitojmë ne, ashtu që kemi pas disa ndeshje të veçanta që ne kemi përfituar një moment, pastaj kemi kaluar përsëri aty ku duhet të jemi. Ndërkohë, a mendon se mund të ndikojë kjo ndeshja me Anglinë për sfidën tjetër që ne do të kemi gjatë muajit mars kundër Andorrës, sepse fundja
pikët detyrim, po themi 3 pikët e plota janë ndaj Andorës dhe jo ndaj Anglisë, profesora. Mendon se ekzistojnë dhe këto dilema në kokën e Silvinjos, pra që një paraqitje ndoshta jo e mirë e ekipit në ndeshjen e parë, pra hapse ndaj Anglisë, mund të ndikojnë të paktën të ndeshja e dytë që është shumë shpejt për 3 ditë. Nuk besoj sepse përsëri do ecim atë që ne e dim kush është Anglia, edhe nëse psojmë një humbje, jemi të justifikuar. Vetëm gjë është ajo që faktën që unë mendoj që duhet të ketë një mentalitet tjetër skuadrën, kërçi këtu në skuadrat mëdha. Të guxoj. Ne zguxojmë. Pse? Nëse i kthemi neshjes që kemi luajtur në Portugali para shumë viteve me golin e Balaj. Nol. Me të vërtet, ne një neshje fituame, pastaj janë neshje tjera të cilat nuk nollin ashtu si duhet, sepse Portugalia erdhi në Shqipëri edhe mori fitoren edhe ajo. Pra, janë gjëra të cilat ne guxojmë, pra, të bëjmë një hap përpara, të guxojmë edhe ndaj Anglisë. Sepse unë mendoj që po zguxove, nuk arrin edhe të ajo që duhet, pra. Por nëse do presim dhe të kemi gjithmonë të mentalitetin që është Anglia, janë skuadrat të nivelit, ashtu nuk do ecim më kukur përpara në nivel të lartë. Pastaj edhe ajo ëndra që jo përmend në fillim, do shuhet për herë, sepse ne nuk arrijmë aty kur dalim me një mentalitet ndryshe. Këtë i takon drejtuesve të stafit që të futet në ekipin tonë një gjë të tillë. Jo të mendojmë gjithmonë që Anglia është Angli. Anglia është Angli, cila ka një kup botet në 66, në s'ka fituar asgjë tjetër. Ndërkohë, çfarë prisni ju nga lojtarë si Broja? A mendon se trajneri Silvinjo mund t'i jap minuta? Me që e përmendin Brojen, Risa. Broja është një nga lojtarët më të mirë që kemi ne. Kush nuk e pranon këtë, o do të thënë që nuk ka njohuri për futbollin, pa i ofendu, po të ketë 2 gram mend pakten për njohjen e futbollit, ne do të themi që ky është më i miri joni. Pa çka se janë përsëri disa arsyet që dëmtime, mos angazhim në kombëtare ashtu si duhet, dëmtim mas dëmtimit dhe nuk kemi çfrytzuar këtë lojtar me këtë dhënë që ka. Ne kemi të pak këtë lojtar. Nëse marrim Brojen përsëri para disa viteve, t'i kthemi, se do i referohem kësaj që mos ka një ngjashmëri edhe e sotmja. Ku kemi luajtur në Angli me Rehen, e marrim Brojen që ishte në Angli dhe e lëm tribunë. Që ishte i pa dëmtuar, më i ri, më me dëshirë, edhe për të treguar edhe në kampionatin anglez që unë ky jam, për shumë gjëra, nuk u përdor fare. Vim kampionatin evropian, që i kaloi vitin e kaluar, një neshje që shfrytzuar me Italinë, 2 neshje tjera në stol. Po me Silvinjon. E pa pranueshme që ishte pa dëmtim, pa ne arsye tjetër, gjitha gjërat, e përdorme ato 5 minuta dhe 10 minutat e fundit. Tash e marrim që i vjen nga dëmtimi. 6 muaj, a më tepër i dëmtuar. 6 muaj. Pavarësisht se u fut te ekipi i Evertonit për 12 minuta, 11 minuta. Po unë besoj që çfarë do marrim për Brojes kur nuk ka atë orientimin fush. Unë du që tjetë, se thashtë edhe parë, me ato dhënë që ka ne kemi nevojë se s'kemi lojtar të tillë, por nuk e di si do të përdori. O të përdori kot për emën, o të përdori në stol, e do të fusi më vonë, se janë gjitha gjëra dhe justifikuar. Një lojtar që i vjen nga një dëmtim i jashtëzakonshëm, nuk mund të futet direkt. Një neshje të tillë i përdori edhe Evertoni, tash edhe ne kemi. Ne ana duhet, po mos ta dëmtojmë prapë. Se kur futesh ka herë para kohet, se kjo është i futje para kohet, me mungesën e stërvitjes e orientimit gjitha, mund të gabosh. Por unë mendoj që nëse sillet një lojë rreth një lojtarit, rreth tij do të sillemi kur të jetë në formën e tij duhur. Ndërkohë, a mund të më japësh një emër se kush mendon se do të jetë lojtari i këtyre kualifikuesave, se për shembull, gjatë kualifikuesave të Euro 2024 kishim Yasir Hasanin. Kush mendon se mund të jetë njëri që të bëjë diferencën këtë radhë? Shumë e vështirë është Trevisa për të thënë një mendim tillë, sepse besoj që e ndjeni. Pjesa më e madhe e lojtarëve tonë nuk aktivizohen. Do ta pranojmë e do ta themi vazhdimisht. Gati 75-80% e lojtarëve nuk aktivizohen në klubet e tyre. Pra ashtu, 2-3 lojtarë, duke filluar me Gjimshitin, që është i përhershëm, Kumbulla, Masad
paktën jam i apo lojtarë tjetër që janë në disa kategori, që është Asani që lune në Kore, apo në lojtarë tjetër. Pjesa tjetër lojtarëve janë largu dashje pa dashje, kanë dalë nga loja. Ramadani 1, apo Bajrami 2, apo Aslani 3, herë lun, herë s'lun, herë rrinë më tepër në stol. Mirë për këtë për ne, këtë që lojtarë kyç skuadrës. Kështu që, po në qoftë të them një mendim të një lojtari që mund të sillet e mund të jetë lojtari i këtyre elementore, është e pamundë ta them. Strakosha ka dalë jashtë lojës, filloi këto kohë të fundit me AEK-un, e kanë qitë jashtë lojës mas një humbje 6-0 që ishte për kupë. Kështu që ajo që po e përsëris edhe herë. Paradoksi më i madh është që kemi një skuadër kombëtare, gati 80% e lojtarëve nuk luajnë për ekipe, ne konkurrojmë në kampionatet evropiane dhe National League apo botërore. Dhe nga i herë marrim edhe rezultat, po teknikisht që nuk shpjegohet, nuk ka arsye. Sot bota i zgjedh lojtarët mbas aftësive, gjendje që kanë qenë aktivitet të vazhdueshëm. Edhe thot çdo lojtar sot kur nuk merret, një trajner, e justifikon. Ki lut pak, nuk ke minuta, nuk ke kilometra në kamp, që i themi ne. Ne të nëna ndodhin të gjërat e cilat nga i herë nga ana teknike nuk shpjegohen, po ja që ndodh. Kështu që unë mendoj që çdo lojtar i tene ka mangësi të formës së tij sportive. Ndërkohë, një pyetje e fundit, profesor, dua një parashikim, fillimisht për ndeshjen me Anglinë dhe më pas me Andorrën. Parashikimet janë për tifozërinë i cili kërkon çdo gjatë marrë maksimumin. Ashtu edhe për mua do të jetë një diçka shumë e mirë, paktën që ne arrijmë të luajmë mirë, dinjitos në kuptimin me këtë skuadër, të sulmojmë, të godasim portën, të krijojmë raste, pa çka se nosha kundërshtari mund të jetë më i fortë se sa ne. Po arritme deri këtu, unë do isha i kënaqur. Çfarë do rezultate të jetë. Pastaj në neshjet e tjera ne kemi vështirësi, kuptohet, sepse në formulin që ka kampionati botror, janë 2 skuadrat e para, mos gabojnë që e para del direkt, pa dhe dyta. Duke pas parasysh që kemi një Serbi, e cila është e jetur shumë për të arritur dhe ka eksperiencë, unë mendoj që kemi vështirësi përsëri edhe këto. Në qoftë se kemi këto skuadra të nivelit 2 që duhet i marrim nga 6 pikë, si Andorrës, si edhe Letonisë, prapë do të ishte një gjë e mirë për ne. Mos harrojmë se National League tregon pak dobësi me këtë skuadra Moldavia apo Ishut Faroe që ne jemi dëshmitar, erdhë me këtu, barazume e nuk morëm pikë. Për mua kjo do të jetë. Çdo gjë pas e ndon futboll, në qoftë se do na njeki fati, siç na ka njeh ka herë fati. Edhe mund të dalin. Mirë se të vinë. Profesor, faleminderit shumë që ishe sot me mua në Sport News. Faleminderit edhe ju.